Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalu salatu wa tammu taslimu ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallimu taslimen kathira thumma ma ba'd. Falendrojmë Allahun e madhëruar, dërgojmë selame dhe salavate bi njeriun më të dashur në fytyrë të tokës, bi pejgamberin më të dalluar dhe të zgjedhur Muhammedin alayhi salatu wassalam, bi familjen e tij të dashur, bi shokët e tij besnik dhe fisnik, dhe bi gjithë ata të cilët do e ndjekin në rrugën e tij me sinqeritetin më të plot deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar besimtar dhe ju të pranishëm, ne vazhdojmë në vazhdimsi me serialin bi shokët e pejgamberit alayhi salam bi sahabët, e kemi titulluar Bëhu si sahabët, apo sahabët shembull ideal për neve. Kemi zgjedh elitan që është kajmaku i gjithë sahabëve, jo çdo kan, nga se nuk premton as koha, ndërsa sahabiu i kësaj radhës ndoshta nuk është prej sahabëve të hershëm, sikur që kemi folë në ligjërata tjera, pothuajse kena bën një farë përzgjedhje të jetë të paktën ose muhaxhir me kas, ose të jetë ensar me dinas, pastaj një veti tjetër me të cilën formohet dhe bëhet më i ndërtuar ai sahabi, është që ka marrë pjesë prej luftave që kanë një nam të madh, sikur se lufta e Bedrit. Kësaj radhe ky nuk i takon atyre kategorive. Nuk është i hershëm, mirë po është shumë i rëndësishëm dhe me peshë të madhe. Quhet Jubeir ibn Mut'im el-Adi el-Nufejli Abdul Menaf. Ky në fund Abdul Menafi është gjyshi i tretë i Resulullahit, që i bie ky ndoshta nuk është i afërt me Resulullahin, mirë po nuk është edhe i largët. Është një kusheri aty i mesëm me të dërgurin e Allahut. Për këtë sahabi nuk është shumë ndoshta të thona si letor njoftim apo biografi, mirë po unë do e përmeni autorin i cili fol për personalitetet dhe figurat më të madhështor në historinë islame, ai është Imam Dhahabiu, andaj ju këshilloj ta ndëgjoni me vëmendje se si e përshkruan dhe e cilëson Imam Dhahabiu këtë sahabi. Thot Imam Dhahabiu, ky sahabi i takon kategorisë tolaka. Tolaka është një nocion kush e di ka marrë pjesë në për ligjëratat që fol për biografinë e Resulullahit, edhe për betejat dhe te çlirimi i Mekës. E në çlirimi i Mekës i dërguar Allahut ka promovu disa vlera shumë kulturore, shumë madhështore, i cili nuk ka mësuar në universitete, mirë po ka pas edukatën nga Allah i madhëruar, kur i ka taku ata armiqtë e vet, të cilët ata e kanë trajtuar pejgamberin me shqetësimet më të mëdha, me luftën më të ashpër. Edhe kur i ka takuar gjithash, ata e kanë kuptuar se i dërguar Allahut u kthin në Mekë, pasi që e dëbuam dhe e përzuam, tash u kthin atë vend, edhe i dërguari i Allahut i thotë kthye tash. Tash si do të veproj me juve unë? Nuk e di tërse këto diçka kanë bë. Ka dëshme likvidu, mirë po se kanë pas atë mundësien. E ata kanë përdorur atë fjalë koklavit me diplomasi. Ti i fisniki, biri fisnikit, e di kur do me bë dikush diplomasi? E dërguari Allah ja ka tekalu këtë përmasat, një zore ka thënë antum tulaka, ju jeni të lirë. Se kanë imagjinu se kështu ka me vru, po ka me toleru pejgamberi, ka me fal, ka me amnestu. Ama me këtë shpreje, jeni të lirë, edhe kjo është regjistruar. Kjo ka ndodhur edhe në kohën bashkëkohore në Siri, para 2 viteve që u çliru me 2024 në dhjetor, kush i ka po disa skena aty gjatë kur i kanë zonë ndrop ditët e para të çlirimit të Halebit, të Himsit, të Hamas, në Damas, kur i zënë disa grupe dhe çka i thot njëri prej komandantëve, i thot atyve idhhabu antum tulqa, hikni se jeni të lirë. Ky takon pjesoj grupit jeni të lirë. E keni parasysh tash konsiderat për çes grup është? Pas lirimit të Mekës, me një fjalë kjo është fut në Islam shumë vonë. Shumë vonë. Çlirimi i Mekës ka ndodhur në vitin
10 Hijri, i dërguar e Allahut ka ndruajt në vitin 11, aty dikun një vit para se me ndruaj dërguar e Allahut ose para se përmbushet shpallja. Bile ky ka qenë për atyre njerëzve që mushrikët e Mekës e kanë dërguar këtë sahabi, në atë kohë nuk ishte sahabe, as musliman, jo besimtar, e ka dërguar si delegacion kur luftuan musliman dhe me jo musliman në luftën e Bedrit, edhe ndodhe që i zunën rob i dërguar Allahut mushrikët e Mekës. Edhe sillen një farë delegacioni me bën negociata, si me vepru me rob që janë zanë. Ndërta ka qenë që ky. E pse kanë zgjedhur edhe mushrikët e Mekës kanë qenë të mençëm? Se ky njeri ka qenë djali i Mut'imit. Kush është Mut'imi? Kam përmendur në luftën e Bedrit. Mut'imi ka qenë një njeri i mençëm, i zgjut, mendje dritur, vizionar, mushrik i Mekës. I dërguar i Allahut, kur ka shku në Taif me bë davet, me ftu njerëz në Islam, edhe ata kanë dëbuar, kanë gjujt me gurë sa që ja kanë kanë thyrë dhëmbë gjak. Kur ka ardhur poshtë edhe kanë sulmuar, çuki Mut'imi që s'ka qenë një musliman, ky ka marrë në besë. Dhe i ka thënë fëmijëve vet, e ka marrë Muhamedit në besë. Ka shkuar në parlament, mushteri Mekës u ka thënë, dëgjoni, unë Muhamedit e kam besë. Tash po deshtet edhe me mua keni punë. E i dërguar i Allahut për këtë akt gjest human që e ka bë në luftën në çet Bedrin ku i ka zonë rob, e ka thonë një fjalë. Ju ka thonë këtyve, po të ishte gjallë Mut'imi tash, edhe do me lobirat për dikan me ndërmjetësu për këto mushtrik të ligjur, ja kisha thonë këtë drejt për hatër se e ka kthit të mirën me të mirë. Mirënjohja ka ekzistuar në kohën e Rasulullah, jo si sot që është në formë certifikatës, një mirënjohje. A e kuptuat? Edhe jo rastësisht mushrikët e Mekës e kanë kanë djalin e atina. Ka ditë se pejgamberi është ka njerëzillik, është cilësi human, edhe di me vlerësu. Kanë më kanë sjell, ja kam hatrin babas vet. Edhe kjo është ajo segmenti diplomatik kur do dikush me kriju negociata ose do mi sfuqizu lidhet dhe raportet mes shteteve, kompanive, shoqatave, firmave, edhe kështu me radhë. Do të thonë, baba ti pas ka qenë shumë me peshë. Edhe pikë këtu është një gjë që duhet ta përmendni unë, shpesh e përmendni tham, është mirë ne si misionar dhe davetgjit të kësaj fesë, kur bëjmë davet të zgjidhmi njerëz që janë fisnik, që kanë reputacion në shoqëri. Edhe ky djali normal se ka më dali mirë, dardha nër dardh. Se ka pas mentor kanë, një babë i cili ka pas, çfarë vlera ka pas. Edhe pse s'ka qenë musliman, madje ky baba i këtij ka bërë shumë gjeste human kur kanë pas ajo marrëveshja që quhet 3 vite të bojkotimit, kur e kanë bojkotuar Rasulullahin, e kanë bojkotuar sahabët e Rasulullahit mushrikët e Mekës. Ju kanë thënë atyve ketëve, mos gaboni mi dhon vajza Rasulullahit, as sahabëve kush ka pranuar fen, as me lidh me qasi, as me bë biznes, as me çu vaj, as ku nisen, saqë dërguar Allah çat bojkotim, ka raste ka konsumu ka ëngër të gjethe. Vërtet gjete, kjo është ushqim, i kafshëve, s'ka pas, bojkotim të madh. Asnjëni ka pas prej mushrikëve të Mekës kanë qenë burnor, ka thënë, as ju vjen mara, po shkoni bën ndihmon atina, edhe pse që trofej, është xhaki jon. Ky herë pas herë ka më të lidhë me ato. Janë disa njerëz e kanë brumos nga mrena mirësinë, edhe pse nuk i takon fesë islame. Kanë gjese të mirë, bile kjo ka ndodhur për këtë rast, sidomos sot për fat keq, ka musliman që janë me shtete, fuqi të mëdha, nuk i kanë ndihmu muslimanëve që janë të ngratë, që ju bët zullum padrësi palestinezëve, as me një ndihmë, kështu që e thuhet thjesht sekundare. Kështu ky, që ky ka qenë mushrik i Mekës, e ka pas një familjes vet, nip dhe daj, që s'ka qenë musliman, ka thënë duhet më bëhet lidhet. Ama kena bani far bojkotimi, mërë far bojkotimi është gjaki joni, duhet më ndihmu, edhe pse i takon fesë tjetër, edhe pse bart ideologji tjetër. Kjo quhet ajo njerëzillëkë që është i bremosur. Tash e keni konsiderat gjoli kuna pas ka qenë ky sahabi. Ky është musliman, ndërsa ai për fat keq nuk e ka pranuar kanë fejen. Duk në farë ndalje të shpejt, thot autori,
është një farë gabim të këna që ndodhë, ne jo që nuk duhet mi bë davet thirrje edhe njerëzit që nuk kanë vlerë dhe peshë, dhe janë të rrugës. Mirë, po duhet pas në listë numër 1, shikoni në lagjën tonë, rrethin tonë, shoqërinë tonë, kush është familje që ka fisnik, po është reputacion të lartë, po janë pristeq, kanë namin e madh, është mirë atyve mi spikat edhe atyve mi afru këtë ofertë islamit. Se nëse këto e kapin, për atyve ka ajër islami shumë. Sikur që ka pas rast, jo vetëm ky, po kena përmend edhe Bubekri ka qenë atyve njerëzve. E Bubekri tregon kur kanë qenë në xhelet para arës islamit, kur nuk kanë vjedh, kur nuk kanë bërë zinë në realitet. Imagjino, kur s'kan pi alkool, edhe pse s'ka ekzistuar islami. Madje kur si kanë bërë sejdë putit. E I dërguar Allah ka thënë në një hadith që është parim këtë rast, khiyarukum fil jahiliya khiyarukum fil islam. Ata që kanë qenë para islamit të mirë, ata akoma edhe nëse integrohen në islam, ata kanë më të mirë. E ata që janë të këqi në xhelet, ata kur të integrohen në islam dhe futën, ato do mbesen e pet. Ma ato veti. Përveç që ka bën një fapleshtim, illa idha faqihu, nëse kuptojnë saktë fejen, këto bëjnë ndryshime, reforma rëndësore. Përndryshe, ato mesin djetë. Ata që kanë qenë, që e fort dulmin fjalë gjuhën, që nuk është gjuhë shqipe, po është shumë si zhargoni për hapër të na, ai që ka qenë prevarant, dredhaxhi, ai metet kur futet në islam. Ai shumë do të më gdhejnë, se ka zonë vend. Edhe këto është mi pas në konsideratat, nuk është gabim, mirë, po është mirë në listë atyve që duhet me spikat, një vendos ata që kanë vlerë dhe pesh, atyre të një afrukan islamin, se për atyve pritet një hajri madhë. Si do qoftë, Gjubejri, që ky djali, që ky Sabiu, ishte nga Kurejshet që ka pas duaklin, ka pas arsyje, ka qenë njeri urtë, madje ka qenë zotëri I këtij fisit. Bile ka qenë për aty njerëzve I cili ka ditë lozën e arabëve. Ka ditë çfarë fisi është. Ky fis e ka këtë veti, këtë karakteristik. E I kanë thonë, prej ka ki përfitu këta, kanë ki pas mësues mentor, thot Ebu Bekrin. Ebu Bekri ka qenë për njerëzve, si e ka pa një person këtu, e ka ditë për çfarë fisi është. Sot nuk ka, më të kalumen ka pas. Nuk e di, unë po flas nga ana ime atje, ne çka jemi në Shkup, pjesa dëmuese, jemi me preardhë kemi nga Kosova, Kosovart. Shumica ata I dinë fisat. Ky fis, nga çfarë fis apo? Çfarë veti ka? Ka veti bes, ky nuk e kanë bes. Këto të tradhojnë. Këto nuk janë bujar, këto janë koprac. Fish ta pyet, për çfarë fisi I, edhe pse sa ata e kanë një farë kronologjie, duke ditur se këta I posetojnë këto veti. Edhe është mirë me studiu këtë lëmi dhe këtë art, kjo ta ndihmon tyje a integron rrethin tan apo nuk e merr pjesën. Ky ka qenë prej këtyre njerëzve që e kanë njohur këtë shkencë. Minjër do të kyçta në fragment, pasi se nuk ka shumë informata, le të njoftojmë për këtë Sabiu. Fragmenti është më interesant, apo rrëfimi ngjarja që ka bëj për tyre dhe ne nxjerrmi mësim dhe mesazh. Fragmentin e transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi nga djali I këtij Xhubeirit, I cili thotë e kam dëgjuar babën tem Xhubeirin, kam dëgjuar duke thonë se kur më dërguan mushrikët e Mekës, në atë kohë baba akoma nuk ishte musliman, më dërguan në delegacion si delegat thot për bajnë negociata për robrit që kanë zonë musliman robrit tanë në luftën e betejës Bedrit, edhe thot shkova atje. Pasi që shkova, në atë çast moment kur mrita I dërguari Allah dhe sahabët falnin namaz. E falnin namazin e akshamit. Pasi e përfundoi namazin, e ndëgjova të dërguarin Allah thot në namaz duke lexuar dhe këndu surën Tur. Është një kapitull në Kur'an quhet kaptina Tur. Thot lexoj derisa arriti me një ajet fisni kuranor ku Allah I than Kur'an am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun, që bien për kthim. A thua vallë këta njerëz janë krijuar për asgjët apo vetë janë krijues të vetvetes? Je kedu kalbi një tir, për pak zemra këtë mdal nga vendi edhe fluturoje. Ka reflektu ma ajet, jo musliman. Kam bërthej Kuranit të ky, I kam shu arsyes, se kë ka qenë njerë I logjikshëm, I arsyeshëm, I ka pas konsiderat dhe fjallë, edhe fjalla normal, ta trundit zemrën, edhe sikur se I ka fol direkt mesazh, ka fol sikur se në atë formën monolog, sikur se Allah I me drejtu këtina, ndërsa I dërguar Allah për lexon ajetin. A janë krijuar njerëzit nga asgjë?
apo vetë janë krijues, normal se ky e ka afruar nga zemrës këtë ajetin, nuk e ka pas vetëm kalimthe, që tek na për fat keq nuk ndodh ky diskurs te na. Te na më shumë nga zemrës i marrim filmat, serialet, kur to puna ajeti, hadithi, jo. Pastaj thot vazhdon ajeti, am khuliqas samawati wal ard bal la yuqinun. A thua vall, a janë krijuar qiejt dhe tokët? Mirë pa ata nuk janë bindur nga kjo gjë? Për zdytë e pet thot, për pak sa nuk u fluturoj zemra. E ka përjetu. Pa diku që do në aja pojnëta ma e madhe. Aja që ka është aja që është epilogi. Se kjo nuk u konë musliman. Ka reflektu të ajeti. Ajet që fol arsyes, i fol logjikës. Këto momente Gjubejri nuk ka qenë thot musliman, jo besimtar. Që ka qenë shumë pyetje sfiduse. Për mushtrik, për neve është. Ama sidomos për ato, ka qenë me gjithë ata e ka përjetu këtë ajetin. Ishte momenti i parë ku imani thot vetëm se filloj me depërtu të zemra ime. Sikur si i kalon për shtypje ky ajet. Kjo ne hap shumë gjëra thot autori që duhet me zbërthi dhe me analizu mirë, që duhet me nxjerr mësim nga kjo rrëfim apo kanë ky fragment. Jo rastisht tash për fillim e kanë dërguar këta mushrikët e Mekës. I arsyeshëm, fisnik, autoritet, pastaj baba këtij i dërguar e ka pas natër, e ka pas konsiderat, edhe kjo është mençuri, por dhe i dërguar ka përdorur si forma. I dërguar kur ka pa ëndër, kur ka qenë në Medinë, se ka mu kthy në Mekë, edhe ka me bë umre, tavaf Qabën, e ka pa, edhe është nis. Kur është nis atje, e kanë penguar se kanë lënë mushrikët e Mekës. Çka do marrja Muhammed? Tho do me bë tavaf Qabën, sa është e gjithëve. Jo, ti me pas desh kishe rrit Mekë. E s'ka dal për qefit, po këto e kanë të bu. Po me gjitha ta, jo, ti i largu, ta shekëthy, edhe nuk e kanë lanë. Sa që Omeri është revoltu, i ka tha njerë Rasulullah, a nejna në hak, ato janë hak. Si do qoftë, kër është këthy, i dërguar Allah ka desh me bani farë delegacioni, ka përdor diplomatike. Diplomatik, ama nuk ka përdor jo gjdo kanë, e ka qu Othmanin negociata me ba. Jo gjdo smotan që nuk ka vlerë pesh. Ajde qojmë i këta, jo du me zgjedh, ka në me qu. Kush Othmani? Othmani ka fis kabilet madha që. Othmani ka pesht madhe. Po Othmani dhe qëfar reputacioni ka atje. Edhe ka dërgu me kurban. Se kurbani ka qenë specifik edhe ka qenë simbolet e mushrikët e Mekës, një lloj adhurimi. Edhe ata kanë pas konsiderat. Po dhe sidomos Othmanin, të njëjtën e kanë përdorur edhe këta mushrikët e Mekës që duhet me pas në konsiderat. Hatri Gjubejrit, një gjë që thot autori që është mirë me reflektu, thot ndikimi i Kuranit në shpirtat e njerëzve që janë fisnik dhe të mençur. Nga se Gjubejri nuk ishte musliman, po ka qenë i mençur. Kurani për të mençmit nuk ka për budallt. E lexon ti për shembull, kurciru fil ardi, ka shumë ajete në Kur'an thot Allah, hecni në tokë, lëvizni, frekuentoni, edhe shikoni. Mos hecni diçka si është e thjesht, shikoni qiejt, tokën, ajrin, ujin, detrat, qiellin, njerëzit, instinktet, kafshët, to nuk janë të rastit. Medito, njëri i mençëm mediton edhe vjen në konkluse me të vërtet Kurani është fjale e Allahut. Çiki Gjubejri, sikur që thash, ky sahabiu atëherë nuk ishte sahabe, edhe pse nuk ishte protagonist i kësaj ngjarjes, do të thonë nuk ka qenë musliman, megjithatë kanë pas ndikim. Çka do të thonë ndikim? Do si dhe një hadith që është korespondon me temën që du me paraqitë për juve. Është një hadith i Resulullah që ka thonë pejgamberi sa men sakana badie jafa. Kush jeton në viset të larta apo në vende që i thot shkretir jashtë qytetit, jafa. Jafa ashpërsohet. Edhe kjo është e kapshme, pa provokim. Kush jeton nëpër male, nëpër fshatra, është më i ashpër. Me sa i cili jeton në qytet, civilizime, ka lloj-lloj kultura, ka diversitet, lloj-llojshmëri, edhe ki bëhet më zemërgjan, se e shet bardhin, e shet zivin, e shet amerikanin, e shet tjetrën, e shet me një fe tjetër, me një fe, me një kulturë, vetëm i zgjerohet diapazoni. Ndërsa ai cili jeton nëpër badje, nëpër fshatra lart qytetit, ky ashpërsohet. Vazhdon hadithi që ka të bëjë me çfarë? Me një teba asojde ghafala. Kush i ndjek dhe i përcjell gjuetit, ka merek shumë në për gjuetie, ghafala, e kap shkujdesja.
bati shkujdesur, nuk është shumë i fokusuar. 3. Men ittaba sultane uftinene. Ai cili e ndjek autoritet qeveritar, shkon mas qeveritarëve në përderave njerëzve të madh, që ky njerëz provohet. Sa të shku pa njerëzve që kanë t'jogjen me pare, me pozita, edhe normal se kime ba preje e trazira dhe të lashe. Po ku do të nale, thot autori, thot mas shumë të që kjo pjesa e dytë. Mi ndjek gjana, thot në gjuetije, e ka qërimin diçka që ka shef pa dobishëm. Se diçka që ka dobishëm, nuk ka dyshim sa shumë mirë. Mirë po mu të bë zakon dhe shprehi dhe kultur në diçka që ka e pa dobishëm, sidomos pa prejke, për shembull, disa e kanë zakon, jetojnë duke i ndjek pëllumbat, gullubar. Ka çfarë dobi është? Çfarë dobi është kjo? Kjo e ban veti dhe instalohet e vetë jote diçka me ndjek në përditshmëri, diçka që ka është e pa dobishëm. Edhe shka? Vërejtja jote ba diçka e pa kujdesshëm, diçka që nuk ka dobi, se diçka që ka dobi, nuk ka dyshim. Atëre shpirti jot, thot autori, fokusi jot, orientimi, përkthehet dhe konvertohet me diçka që nuk ka si dhe nuk ka dobi, nuk ka dëni benefite. Edhe ajo që duhet me nxjerr si mësim apo si narrativ, ose shumë është e dhimbshme kur shet disa njerëz i ndjekin në përditshmëri diçka që nuk ka dobishëm, si në mëngjes dhe në mbrëmje. Figurat të cilët nuk kanë dobi. Çfarë figurë? Është shkencëtar? Është dietar? Thjesht një figurë e cila nuk ka dobi, ai vjen me diçka që ka është për ditëshmëri, që ka është diçka me modele, që fare nuk ka që dobishme. Edhe ky modeshte s'deshte, ky nuk e ka fokusin e mirë. Ky e ka shkujdesja, përgjumja, që është shumë e rrezikshëm. Për shembull, thot autori, vetëm nga kjo hadithi, me shku 2-3 orë, me ndjek në vazhdimsi, diçka nuk ka e dobishëm, ky njeri bëhet njeri që nuk është i përqendruar, nuk është i fokusuar. Po çai ka që sunri 5-6 orë pa e ndjek, e ka një ideal, apo e ka një Francë shok tjetës. Edhe ai s'ka kur fare dobi. Që kjo disa ndikon te ai? Ai nuk di ku fare mu fokusu, thotë. Ai nuk di diçka që ka i sjell dobi shpirtit, mendjes dhe arsyes. Po fol për disa tjerë të cilat akoma që janë që thot gafil në kubik. Gafil në kubik. Gafil në çka është? I shkujdesur. Një nuk ka i fokusuar, nuk e ka ndomenën, nuk e zë vend, nuk ka i përqendrueshëm. Po kurreshtja që është e padobishëm, disa njerëz ku shkon, takshy ta përcjellë, shka të ndull te çaja darsma, shka të ndull te manifestimi. Kur fort dobije, kurreshtje pa nevojë. Me shkumë do një kurs që ka dobi, qoftë ato trupore fizike, qoftë ajo mendore, mu ta ngrit intelektin, qoftë ajo shpirtërore, zemër emocionale, e pjadorën. Ama thjesht, takshy shka të ndull, çish po kthejnë atje te kajlumi. Thjesht, e ka të përditshmëri kurreshtje. Kjo është shumë e rrezikshme, thot. Se që ta e jozhin në përditshmëri këtë njeriu. Edhe këta e përmbush këtë njeriu këto gjanat. Që ky njeri që përmbushet me diçka që ka pa dobishëm, ky nuk i le hapësirë vend zemrës dhe mendjes me diçka e dobishëm. Për ta nuk i le përshtypje Kurani. Se ju ka mbush tina zemra dhe mendja me diçka që ka e pa dobishëm. Edhe për ta nuk ka sfiduese, as nisen, edhe nuk e përballon nëse i vjen diçka që është e dobishëm, ky nuk e përballon, i duket e rënd, edhe heq dorë nga kjo. Thota autori, ata që duhet të nxjerr si pyetje nga ky mësim, thota, a mund me nxjerr na dëni temë kuranore duke lexu, edhe me qenë kjo për neve, me qenë thot ajo, sikur që ka ndodhur për Xhubeirin, që kjo ja ka ngjall Kurreshin gjithmonë, kur ka desh me bë kthim në jetën e vet, që kjo ajeti ka dalë përpara. A janë krijuar njerëzit pjesëgjit, apo vetë janë krijuar? Logjika shëndosh thot, se pranon këta. S'mundet vetë ju me kriju vetën. Madje as pjesëgjit s'mundet. Ka dikush që është mbi neve. Thot, zgjedhë një temë kuranor, qofta janë në javës apo në mujt, që ty ka më qenë për tyje, ka më çështru dhe kemi përjetu. Mirë po të na thot i kena përmbush me sa duket brendësinë tonë, për ta dhe nuk na le shumë përshtypje të madhe. Një ngjarje tjetër që është paralel me këtë ngjarje, se dikush mund të thonë xha, vetëm ngjarje ka ndodhur në kohën e sahabëve, është shumë e kapshme. Apo ka ndonjë ngjarje tjetër? Po, a e dini se shumë nga mosbesimtarët ju kalon shumë përshtypje Kurani, koncepti i Kuranit që të na për fat keq. E lexojmë na si musliman,
fare, thjesht e lexon sikurse mekanizëm figurativ. Kështu çka thot Ibn Hishami, është një nga dietarët që ka shkruar shumë për historinë islame. Thot Utba ibn Rabia. Utba ibn Rabia, edhe ky ka qenë jo besimtar. Madje ka qenë për njerëzve Kurajsh me fam të madhe. Edhe duke pas e i dërguar Allah, duke bërë shumë davet, edhe ky ka desh mi ftu popullin e vet. E ka thonë, banu bashk, unitet, mos u porçoni, mos ju bësh kak thirrja këtij pejgamberit, mu ja turrëj vëmendje dhe ju të porçoni. Mirë po, interesant kë. To fol kështu thot, her pas here ka shku thot unë do të shkoj, a më hapni drejtën për facimin, çka të folim me këtë pejgamberin? Kanë thotë si jo, ti më i madh dhe unë, mund të shpë folën emër ton, i ka shku dhe ka desh me provu pejgamberin sa mos pe jush. Ka thënë jo Muhammed, nëse bile ka o kushëri, se ka pas nga një fist përbashkët. O Muhammed, nëse ki poentën te parët, unë i mbledh këtë pasurinë në Mekës e mobilizoj dhe ta hap ty edhe u kri. Nëse ki çat synim, mu bë pasunik. Ti sa i ult kanë nëse pejgamberi përpara po. Thotë jo. Po thot nëse ki për dënë gruje, maneken, gruin më të bukur në Mekë, ta afrojmë tyje. E këshirë për Amerikë këshirë. Që fa pazari më afronë. Menon se unë jam, edhe se është disa njerëz, si kur që është vetja, menon se të tjerët janë. Keni ndëgjuar proverbën që thot, kër ju ka kollë shtëpia njënit në fshat, edhe ka thonë, o ju katonar, është kollë gjithë fshati. Ka në marrë tu ka kollë tyje shtëpia jote, menon se ju ka kollë. Dhe disa njerëz menon, pse ata e dan e kanë merak shumë parën, menon se të gjithë e kanë merak parën. Nëse kjo ka merak doshe jush, gjinia femrore, gjinia e kundërt, menon se keq ashtu janë. Jo, ka disa janë më ngritur. Ata i kanë nërkom pasurien e gruën e kështu menon thot, nëse ke për mbret, i mbledhi këtë, Kurajsh i thoi me dorën, le të jetë mbret. I thot dërguar Allahut, a e kryte? Thot po e kryta. Thot ndëgjo. Njerëz dhe madh flasin me ajete. Edhe ka përmend ajetin Kur'an duke thonë Hamim tanzilu minar rahmanir rahim. Hamim ajetet që nuk e di kuptimin, konceptin vetëm Allahu. Tanzilu minar rahmanir rahim. Ky ka marrë shumë bukur arabishën. Edhe ajeti thot zbritu ky Kur'an nga Rahmani, mëshiruesi, Rahim, edhe mëshirbërsi. Kitabun fussilet aya, është një ajet që Allahu e ka sqaruar ajet për ajet Kur'anun arabin, madje është në gjuhën arabishe, li qaumin ya'lamun, për një popull që e kupton. Tu e lexu këtë ajetin, ky mushriki Utba thot wa kana, ky përpak ju mbërthy fytyra u mush me lot. E ka lexu ajetin. Ajeti është shumë përmbledhës, edhe arabisht është me interpretacion akademik, ajetet janë shumë edhe me still të lartë. Edhe fillon thot sikurse vetëm se nuk çojta. Edhe filloi dur t'i kthej nga mbrapa, edhe sikur i hutuar kështu, filloi ajetin tjetër në vazhdim i tha i dërguar Allahu plazon fein a'radu. E nëse ta kthejnë shpinën o Muhammed, kul fa anzurtukum, thuaj u atërreqe vërejtjen, ju friksoj. Sa'iqatul mithle sa'iqatul Ad wa Thamud, wa tërreqe vërejtjen, sikurse britmja që ka ndodhur, aja britmja në kohën e Adit dhe Thamudit. E nga kjo alo më shumë, u mbërthy thot, u mosh me lot, edhe shka e vendosi dorën e tij te goja e Rasulullah, tha, tash hatrin e Allah dhe familjes, mos na thuj me kësaj ajete. Ka reflektuar ajetet e ki. Imagjinoje, ajeti ka reflektuar te ky që nuk është jo besimtar. Edhe Utbe që ky kthehet tek populli vet, edhe populli vet thot, mor Utbe, i tu kthy me një fytyrë që ti parë në fillim s'ke shku me këtë fytyrë. Subhanallah. Kurani reflekton edhe tek fytyrat ato që nuk janë besimtar. E mos lopsu që janë musliman. Po ata që nuk janë musliman, po reflekton. Kjo është përjetimi i Kuranit që ja ndryshon thot autori edhe fytyrën e atyre që nuk besojnë Allahun. Edhe populli bat kurishtar me ditë, i thot, çka ndodhi me ty Utbe? Na të dërguam si përfacus, që t'ja mushi shmenën, t'ja afrosh ofertën, edhe të heke dorë për asaj, thot, vallahi, thumme vallahi, betojmë në Allahun dhe betojmë në Allahun, kam dëgju, thot, një fjalë. Thot, unë kam dëgju fjalë tjera, ama sikurse këto fjalë, kurrën e kurrës, unë kam dëgju shumë poezi. Nuk është as poezi, e as magji, e as fall. Pastaj në disa fjalime tjera e motivoi popullin e vet, tha, a diçka, lënë rahat pejgamberin dhe mos u mos. Ndikoi fjala tek Utbe, jo kaq o vëllezër. Bile ka pas kash që i te kalon këto përmosat, kanë qenë një tre shok mushrik të Mekës, Ebu Jehli,
Ka vdikë se mushtrik. Ebu Sufjani, kur ka qenë mushtrik, se pas të e botë musliman. Edhe vllai Ebu Sufjanit. Çka është më interesant, këta mushrik her pas here kanë shku fshau razi te shtëpia e pejgamberit me ndëgju se lexon Kur'an. Se Kur'ani ka qenë shumë mahnic. I ka pasionu, i ka lënë pa tekst. Po çka çudia këto të tret kanë shku fshau razi, nuk asnjë nuk e ka ditë për njëri tjetrin. Ka shku natën e parë, pa tekst. Ditën kthehen e fyn dhe shohin pejgamberin. Shkojnë dytë natë. Se i kalon për shtypje. Diçka shumë interesant. Për zdytje, për tretën natë, kur janë kthy, janë taku 3 veta mes vetes. Ku ishi? Se tregon. Po thë, unë jam kanë. Subhanallah, s'kan kallzu asnjë tjetër. Edhe janë betu, ka thonë, a diçka, asnjëri mos më shku mos ka ditë. Se e kanë ditë se e pet sërish kanë ndërku dhe ka shku. Kjo është shumë interesant o vëllezër, se autore e parashton tash edhe një pyetje sfidu sot, si me ndiku Kurani apo me përfitu në shpirtin tonë, apo me mbërthy, apo si ta kapim fuqishëm Kuranin. Një thotë që ka i ndihmon njeriu është meditimi. Përkapja e plot e Kuranit është forma e më e mirë ku njeriu ka në vazhdimsi leximin e Kuranit. E ka për ditëshmëri. Kjo shumë ndikon. Kur e ka për ditë, lexon. Mëshirohet me Kuranin, familiarizohet me Kuranin. Fillon pastaj përkthimin me lexu. Fillon me meditu me një ajet. E përsërit sikur që ka ndodhur te shumë prej sahabëve, një ajet e ka lexuar me 10 herë apo me 100 herë. A ka hadithe që e përkran këtë koncept dhe këtë çështje? Ka shumë. Abdullah ibn Asi ka qenë Abdullah ibn Amr ibn Asi, një ditë i ka thonë, ja Rasulullah, kam qef të lexoj Kur'anin më shpesh. Edhe i ka thonë, une du me lexu, ka thonë, i drodhat një herë hak me në muaj. Jo, thot unë muj më shumë. Ka thonë atëre, njerë në 10 ditë baj Kur'anin. Thot mu në muj më shumë. Janë disa njerëz me vrulli kapin gjanat. I thot njerë në 7 ditë. Thot jo, unë muj 3 ditë. Thot kush e lexon Kur'anin i durgëllojt, më pak se 3 ditë, ky njeri nuk e ka kurrë prej Kur'anit. Se ky fillon me lexu Kur'anin vetëm se formalisht. Ky se ka menjen atë, ndërsa pojenta çka do të thonë hadithi, Kur'ani nuk duhet vetëm se recitim. Po të lexosh, ndalesh të meditosh. Çka dështe Allahu më thonë këta? Çfarë mesazhi i përçon? Edhe ky hadithi e përçon ato mesazhet që jam duke thonë te tash. Esenca e Kur'anit është me kap Kur'anin, me kuptu dhe me përfitu nga mesazhet. Hadith tjetër thotë dërguar Allahut nuk ka lexim me të cilën lexon dikush nga Kurani, edhe ai që e lexon e vëren se po i shtohet frikë respekti. Ja disa njerëz duke lexuar Kur'an, vetëm duke ndëgjuar ata, të shtohet frikë respekti. E shes se ke lexuar Kur'anin, si më thon, me përjetime më të thella, më të fuqishme. Godit ku din mbrejnë atë. Jeton me Kur'anin, edhe ndikon. Ti hiç pa e kuptu, po veç duke apo ato gjestët e fytyrës, ato se si reflekton, çon frikë respekt, kjo shumë ndikon te njëri. Bile një sahabi thot, u fala pas Rasulullahit, ai derisa lexonte surën Kaf, kur arriti te ajeti me ajet Kur'anit, thot unë u mbërtheva nga leximi i pejgamberit sa që këtë ajetin e përsëritsa disa herë edhe nuk e disha kuptimin, a më dish se ka diçka të veçantë. Shumë dikon, përjetimi i madh apo i thellë. Tek muslimanët e parë, kësi ajete shumë kanë ndiku fuqishëm, sikur se rasti i Xhubeirit. Prej atyre ka qenë Umeri. Umeri ka qenë, kur ka lexuar dukush në jetë, kë Umerin s'u ka ndal kurkush, askush. Bile ka njëri e ka ngrit zonin para Hazreti Umerit, edhe ka folë një fjalë të rëndë. Njëri që ka qenë afër këshilltari i Umerit ka thonë, Omer, ka thonë Allah në Kur'an, khudhil afwe, mere faljen, baje veprën e mirë dhe ktheva shpinën ignorantëve, se ky është nga ignorantët. Tha për pak këtë përmledh Omeri ata. Ama kur e lexojmë ajetin, ka qenë waqaf. Shumë ka ndale ka stopirate, ka frenu Kur'ani. A kush se frenoi këta? As 10 njerëzit, as goditja, as marr dikush me autoritet, kur përmend ke ajeti Allahut, qetësoj ke dhe e zbutke. Po plot ka pas për tyre. Njëri prej selefi thot, një ajet që nuk më kalon me flet natën, ka qenë një ajet wa badalahum min Allahi ma lam yakunu yahtasabun. Është një ajet që ka kuptimin, ka më ju shfaq njerëzve, ka më ju ekspozu njerëzve diçka që ky nuk e ka pas imagjinat se Allah i ka më nxjerr. Ky ka benu se ato veprat kanë më shkuar se vape, kanë më dole kundërta. Çu ky ajet thot nuk më kalon me flet asnjëherë. A mund të mendoj që Zoti më nxjerr diçka, më ekspozu, që unë se kam pas fare
konsiderat. Unë kam menu se Zoti ka mund pagujt, unë shpëtli për ata, se si ka jetu me ajetet të shumta. Po ajo më interesant o vëllezër, njerëzit që janë të mençur me këta ndoshta e përbydhi, njerëzit që kanë arsye, ata dinë me përjetu Kur'anin edhe pse nuk kanë jetu. Një ngjarje me këta që edhe mu ka shumë kalon peshë, thot autori thot dalldisja e gjërave që janë të kota, kjo njerëzit i ban që mos me ndiku te Kur'ani. Për shembull që këto rrjetet sociale, këto janë të padobishëm, këto na mytën to. To na morën kohë të tëra. Kjo është e padobishëm. Për të cilën Allah ka përmendur në Kur'an, iqtaraba linasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin muridun. Njerëzve ju ka afruar për llogaritja, ndërsa këta akoma janë në përgjubje në ajo që ka i pret. Ma yatihim min dhikrin, nuk ju vjen një ajet kuranor min Rabbin nga Zoti i tyre, muhdathan që është e re, illa istamiu, ata ndëgjojnë wa hum yalabun, ndëgjojnë ajetin, mi po vazhdojnë me lojrat e përditshme, nuk i le përshtypje. Pse? Lahiyatan qulubuhum, zemrat i kanë të përgjumshëm. Ja ka mush kjo e përditshmja që nuk ka peshë. E kalon kohën më orë të tëra, diçka që nuk ka e dobishëm, për ta ndikon. Mi po me ngjarjen që duhet ta përfundoj se ka shumë. Ai autori thotë duhet para kushte për me pas njeriu, me pas përjetimit Kur'anit. Një është që quhet zgjimi i zemrës. Njeri me pas zemrën e këndjellë. Se na kena në gjumë, duhet me këndjellë zemrën. Her pas here me trondit, o zemër, ka e ka shkon, ka e ki mendjen, ku e ki fokusin, ku e ki synimin, ku e qëllimin, nuk e lërë zemrën. Derisa e fokuson edhe zemra, fillon me pas nën kontrollet e tua. Bile thot Ibn Qayyimi, po deshte me përfitu nga libri i Zotit, nga Kurani, mbledh zemrën tane kur të lexosh Kur'an. Mobilizoje mirë thot, edhe letjet e fokusi. Mos e le zemrën tu lexu me pas mendjen të biznesit, të paret e familje. Munoju ato shpërqendrimet, largoju. Shkëputu thot edhe përmbledhe në Kur'an që atëre thot keme përfitu. Ngjarja e fundit me këta që më kalon shumë përshtypje, është rast, ndoshta e kam përmendur edhe disa raste, është rasti Asmaiut. Asmaiu është një poet i madh. Thotë kanë takuar një beduin. Beduin nomad, që jeton për shkretira, ja për fshatra. Edhe duke biseduar me ata i thash, nga jeti filloi më tregu për çfarë shkretir, janë proces familjes në detale. Më pyeti mua, nga jeti, edhe unë i tregova se kam emrin e babas, familjes, thash, unë jetoj nga një vend ku lexohet fjala e Zotit, Kurani. Ma kthej tha, Allahu ka fjalë? I thash po, ajo është Kurani. A ka mundësi ta më lexu si është fjala e Allahut? Kur s'ka nik tha? Imagjinoj si në xhungull, me thonë me parametrat tona, nëse e përkthehemi, sikur në xhungull ai, me një person. Tha fillova me lexu nga surja Dhariyat, ku Allah ka thënë Kur'an te një ajet, "Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun." Allah ka thënë në qiell e keni rrezikun, edhe ajo shkoj u premtohet. Ajo shkoj premtohet është xheneti. Me në fjalë, në qiell e keni rrezikun, se pra dje bjen shiu, bjen pemët, pasuria, këtë gjë, edhe aty është xheneti. Thot subhanallah, e lash pa fjalë. E kishte devën edhe një shpatë. Tha, a ka mundësi të ndihmosh? Tha, për e theri, tha devën, a ëmbër dhe tha, a diçka tha? Rrezikun e paskat garantuar, thot unë. Ky tha, subhanallah, afër zemrës se muri këtë ajetin, mu kapi aja tha, mbjerimi. Unë e lexoj tha, s'mujta mu përqendru dhe mu ndal, ky minja një të lexume, ndikoj të kje. Edhe çka ndodhi tha, pas një kohë të gatha, unë shkova me Harun Rashidin, halifën e muslimanëve në Mekë. Duke shku, e ndëgjova një zon që më thirrke, ky zon ishte i njohshëm çaj që pat atakuarat beduinë. Kur u ktheva, ishte i dobët dhe i verdh. Edhe më tha, a diçka më tha? Më tha, a ka mundësi të më lexosh akoma ajetet Kuranit? Tha, unë lexova çata ajetin një jetë. Tha, dëni tjetër, alon dikoj kë. E vazhdova ajetin, është një ajet në vazhdimsi që thot fa bi rabbis sama wal ard innahu la haqqun mithla ma tuntiqun. Pasha Zotin e qiellit dhe tokës. Allah i bambeje në veten e vet. Pasha Zotin e qiellit dhe tokës. Kjo Kur'an është e vërtet sikur se ju që e shprehni fjalën e juve. Fa daraba alay. I pshoi vetes vet dhe tha, kush e pas ka idhru Allahun dhe ka shtin me bambeje Allahun në veten e vet. Kush e ka idhru Allahun që Allah është detyru me betu në veten e vet, thumë nga friga vdiq. Wa hadha ta'athara fi hayati. Kjo gjëra thot kalon shumë përshtypje edhe në jetën time, edhe thoshë gjithmonë vetën time. Njëri ndëgjoj fjalën e Allahut, dikoj taj. Ne kena përditshmëri, ezanin e ndëgjojmë. Na për shlojmë, na për makinat e tona Kur'anin nuk dikon. Me sa duket ka zon diçka e padobishme në zemrën tonë, nuk i le me frymar zemrimi i Kur'anit.